Tani, në Shqipëri, kush e ka bërë dhe e përfaqëson në nivelet më të larta artistike muzikën tonë klasike? Që të klasin pak për vendin tonë. Kush është Beethoveni ynë për shembull, ha? Po ja fuskot. Ose Verdi ynë i operas. Nuk e di, ha? Qofse kemi ndonjë. Po kam një përgjigje për këtë. Beethoveni ynë është Cezadeja. Po. Kompozitori i madh, për cilin kam shumë respekt. Nuk ka shkruar shumë vepra, pa ato që ka shkruar janë absolutisht shumë profesionale. Verdi ynë është Prenk Jakova, i cili ka bërë operan e parë, operan Mrika. Po. Dhe këta kanë qenë, si le të themi, themelusit të shkollës shqiptare të muzikës klasike. Shkodran të dynë, mos gaboj. Shkodran të dynë, fakt, po. Dhe Cezadeja mos gaboj ka bërë diku te 5 simfoni, jo, 1. 5 kemi në total. Ka shkruar pak vepra, ka shkruar një sonat për violin dhe piano, pa ajo është ngelet më e mira. Ka shkruar pak pjesë për piano, ato ngelen absolutisht të pakrahasueshme me çdo gjë tjetër që ka ardhur mbrapa, dhe kryesorja ka qenë pedagogu i të gjithë kompozitorëve të tjerë që kanë ardhur më pas. Prandaj them që është babai i muzikës serioze shqiptare. Mrekulli. Dhe kur flasim për pastaj aradhën e gjatë të kompozitorëve të tjerë, mund të përmendim shumë emra. Besoj ti mund edhe të na i thuash po dhe me specifikat e gjithë. Brezi i dytë pas Çezades, Tonin Harapit, ky ka qenë brezi i parë. Tonin Harapi Çezadeja. Tonin Harapi, shpresoj mos të harrojnë një Prenk Jakova. Këto kanë qenë brezi i parë që kanë studiuar dhe jashtë shtetit, në Bashkimin Sovjetik, në Moskë. Nikola Zoraçi, këto kanë qenë brezi i parë, të cilët kanë pasur student, Fehim Ibrahimin, Limos Dizdarin, Aleksandr Peçin, brezin e dytë kompozitorëve, Ferdinand Deda, i cili vetëm para pak ditësh kishte 85 vjetor dhe unë luajta pikërisht në një nga te kjo mbrëmje që i kushtoi atij. Dhe janë figura në fakt që kanë dhënë shumë për kulturën shqiptare, që nuk është shumë shekullore siç janë kulturat në Evropë, por nuk është pak, sepse edhe 63 vjet që ka shkolla shqiptare nuk janë pak. Dhe këta njerëz kanë dhënë për kulturën shqiptare dhe ne duhet kemi gjithë mirënjohjen edhe ti kujtojmë. Sepse një nga studentëve mi jam tha, "Zush, kush është Ferdinand Deda?" Sepse Baba i Elton Dedës. Eksakt. Baba i Elton Dedës. Po, tash nuk është vetëm baba i Elton Dedës, po jo, studente e muzikës. Po. Okej. Po, nuk ka faj, sepse ndoshta është përgjegjësia jonë që duhet ja kujtojmë vazhdimisht, jo me një herë. Kush është Beethoveni i shajqenit e filmi? Kam edhe një moment shumë të... është ai qeni që quhet Beethoven, e ke parë filmin? Kam edhe një moment, në klasën time, në mur është Bau, Beethoveni dhe Brahmsi. Tre kompozitorë të mëdhenj, dhe më vjen një student, edhe vitit parë, sa po kishte hyrë, edhe më tha, Bau, tha, Beethoveni, po ky tjetri kush është? Unë po shikoja, se unë mendoj që të gjithë e njohin, tha, mirë do ishte, tha, Zush, të kisha dhe emra poshtë këtyre kompozitorëve. Do të thënë, ne harrojmë, ne mendojmë e marrim mirëqen që të gjithë i njohin. Në fakt, unë si pedagoge, po edhe ju si media, kemi vazhdimisht përgjegjësinë që ti mësojmë brezit që vinë atë që dim. Po jo, po mua për shembull mund të ndodh unë që jam në një fushë krejtësisht tjetër të mos njoh disa kompozitor. Edhe pse ata që i njohin gjithë është pashmangshme mos ti dish të paktën emrin edhe ndonjë vepër. Po për një student muzike, e vërtet. Aq më tepër po flasim për një emër shqiptar. Po, e vërtet. Që mos ta njohësh, duket pak e çuditshme. Tani unë mendoj që Ferdinand Deda ka hyrë në shtëpiat e çdo shqiptari, sepse ka qenë dirigjenti në festivalet e Dhjetorit, në festivalet e Pranverës, portreti i tij kështu gjithë energji. Unë besoja që e njihnin gjithë, po me sa duket, duhet ja kujtojmë edhe duhet jo vetëm kur të ketë 85 vjetorin, por vazhdimisht t'ja kujtojmë popullit edhe brezit të ri se kush ka qenë ai edhe çfarë kontributi ka. Reagimi i cili ishte? U habita pak, me thënë drejtën, edhe mu kujtua kjo që duhet bëjmë më shumë në kujtimin e figurave të rëndësishme të kulturës shqiptare. Kur themi duhet bëjmë më shumë, çfarë mund të bëjmë konkretisht? Unë vetë jam mirënjohëse si natyrë dhe mendoj që ata që kanë dhënë për kulturën duhet të kujtohen. Dhe nuk mjafton vetëm një herë kur të ketë ditëlindjen, po vazhdimisht në ata që bëjnë kalendarin e
aktiviteteve, po flas për orkestrën, radio, televizionit, teatrin, operës dhe baletit, të kenë pa u lodhur edhe pa mos të duket sikur shumë muzikën kombëtare në program. Sepse vetëm kështu ne mund ta kujtojmë atë. Edhe të gjejmë forma të tjera, të shkojmë edhe atyre studentëve dhe atyre edukimin nëpërmjet artit, ta bëjmë edhe me pjesën kombëtare. Duhet vazhdimisht ta kujtojmë këtë. Absolutisht. Duhet I kemi edhe si në kulturën tonë të përgjithshme, duhet I kemi më mirë parasysh. Më prezent kompozitorët, pianistët, instrumentistët, violinistët, për të cilët unë doja të të pyesja për shembull se ti je e pianos më shumë se sa e kompozicionit dhe duke ju referuar edhe mësuesve të tu, pedagogëve të tua, diçka kam dëgjuar që e ke treguar në një emision tjetër. E ke folur me shumë, po themi... Për pedagogën tënde. Po, për pedagogën tënde. Tani pedagogja ime është Margarita Kristidhi. Zush Baby që e quajmë neve, që ka qenë nga pianistët e para shqiptare dhe jam absolutisht shumë mirënjohur se janë të gjithë, po që ka hyn tek ato njerëz që ka vënë gurin e themelit konservatorit shqiptar. Kështu që pra kemi pasur, se mbase kanë nga ata që dëgjojnë tani edhe nuk e din, plotësisht me drejt ata që mund të jenë brezi I ri, dikur ne kemi pasur konservator. Është quajtur konservator ajo që tani njihet si Universiteti I Arteve në Tiranë. Në historia e shkollës është që në 1962-shin fakulteti I muzikës që është tani u themelua si konservatori I shtetit, konservatori I Tiranës. Emër që në fakt e kanë të gjithë shkollat e muzikës në botë, me thënë drejtën quhen konservator. Më pas, duke qenë se në këtë ndërtesë u fut edhe piktura, edhe arti dramatik, arti skenik, duhet një emër tjetër, se konservatori nuk ka piktor. Dhe u themelua Instituti I Lartë të Arteve, në vitet 70 besoj, dhe mbas 90-s, ku ky emër shumë socialist duhet të ndryshonte, u kthye në Akademinë e Arteve. Kjo quhet shkolla që unë kam mbaruar, dhe më pas u çuar në një shkallë më tej, u bë konservator, u bë Universiteti I Arteve që njohim sot. Ama po që trasim Akademia E Arteve. Akademia E Arteve. Që I shkon, me thënë të drejtën më pëlqen më shumë. Po edhe mua më pëlqen më shumë Akademia se Universiteti I Arteve, me thënë drejtën si terminologji, po ata që e kanë vënë e mendojnë këtë gjë. Po. Kanë kaluar diploma e universitetit ka më shumë vlerë për studentën, sepse është një shkallë më lartë. Akademia në botë është një çik më e ulët se universiteti, pra për diplomën e studentit ka më vlerë universitet. Por akademia na pëlqen sepse nuk është si gjithë universitetet e tjera, ka një specifike dhe tingëllon më bukur. Si do ta krahasoje ti veten kur ishe studente me studentët e tu sot? Ka shumë gjëra që janë ndryshe për kohën që unë kam qenë studente, duke filluar nga motivi. Për shembull, kur kam qenë në shkollë të mesme, akoma të bëheshe pianiste ishte shumë më e vështirë, kishte shumë njerëz që konkuronin, konkurenca ishte më e madhe, ishte akoma, po jo, kur unë kam qenë studente, duhet ta gjeje vetë punën, po ishte akoma një nga ato punët me prestigj, mira, le të themi. Me prestigj, inshallah, është akoma sot. Kurse sot ka më pak motive, sepse vendi ku ti mund shkosh të punosh si pianiste është më pak I zgjedhur, do me thënë shteti nuk të siguron dot gjë. Po prap, unë mendoj që interesi për të studiuar piano vazhdon është, sepse ka shumë fëmijë që duan të mësojnë piano, kështu që ka shumë qendra ku pianistët që mbarojnë shkojnë edhe japin mësim. Ka gjithnjë më pak solist pianist, sepse dëshira ime, edhe besoj gjithë atyre që studiojnë piano, është të dalin skenë dhe të luajnë piano. Patjetër. Kështu që ky është ndryshimi, por ai që spikat prapë e gjen rrugën për të shkuar ke skena. Ai që harxhon më shumë kohë, ai që ka më me entuziazëm, ai prapë shkon. Arrin të shkojë drejt skenës. Ne urojmë edhe shpresojmë për gjithë që të shkojnë drejt skenës, se madhomendja kush e pianoja është ai instrument që niset që në vogël, kështu që të kalosh një jetë të tërë. E një edhe një fëmijë të vogël nuk është që t'jap mësim piano. Është zakonisht të dalë dhe të ketë sa më shumë njerëz të më dëgjojnë dhe unë ta shpreh veten time. Absolutisht. Si qendra e një piktori është që të bëj ekspozitën e vet, nuk është thjesht jap mësimin piktor. Dhe nuk ka gjë më të bukur, sinqerisht unë e quaj privilegj të madh për veten që të kem audiencën time dhe të dal edhe të luaj dhe të ketë njerëz që ta pëlqejnë dhe ta shijojnë atë muzikë. Nuk ka gjë më të bukur.
Merita, të lutem na thuaj një këngë që ti e dëgjon së fundmi dhe të pëlqen. Jo klasike, se nuk e vëm dot Beethovenin, domethënë dhe Beethovenin e vëmër. Po ju them këngë që dëgjova sot në mëngjes. Okej. Më ka lënë mbres Ornella Vanoni me Santa Alegria. Okej. Që e këndon së bashku me Muhamet. Do ta vëm që ta dëgjojmë dhe rikthehemi. E gon përpara se të dëgjojmë këngën, ti qoras me ndonjë bono? Patjetër. E do këtë të pëlqen kjo? Po, ma jep atë. Okej. Zysha cilën do? Me çokoladë. Me çokoladë. Kjo këtu kam përshtypjen. Kjo është me vanilje. Duhet të jetë. Ska gjë, edhe një tjetër e pranoj. Asnjëra nga këto nuk është me çokoladë, por mendoj se kjo është me shiet mirë, është me vanilje. Faleminderit. Dëgjojmë këngën dhe rikthehemi.